Një tjetër skandal po të rëndit sistemin financiar të Kosovës. Pas një hetimit të gjerë është zbuluar një lidhje mes Byros Kosovare të Sigurimeve dhe kompanisë Reforma SHPK. Kompania e njohur kjo që vepron në sektorin e shitblerjes së veturave, servisimit dhe riparimeve pas aksidentit. Gjykata themelore në Prizren me kërkesë të prokurorisë ka autorizuar bastisje dhe kontrolle të gjera në kuadër të një hetimi për keqpërdorim të besimit, keqpërdorim të autorizimeve ekonomike dhe falsifikim dokumentesh në bashkëkryerje dhe në vazhdimsi. Bastisjet e fundit të autorizuara nga gjykata themelore e Prizrenit kanë nxjerrë në dritë prova të forta që e lidhin BKS-n me aktivitetet e paligjshme të Reforma SHPK. Pjesë e hetimit për skandalin e BKS-s është edhe pronari i Reforma SHPK, Azem Rusinovci, i cili po hetohet në cilësinë e personit përgjegjës të personit juridik në kuadër të dyshimeve për keqpërdorim të besimit dhe autorizimeve ekonomike, falsifikim dhe përdorim të dokumenteve, bashkëkryer dhe veprimtari penale në vazhdimsi të ndërlidhura drejt për drejt me rastin e BKS-s. Dyshohet se kjo kompani ka pasur një rol kyç në realizimin e veprimeve të dyshuara penale, duke përdorur kontrata të dyshimta dhe dokumente të falsifikuara për të manipuluar sistemin ekonomik. Hetimi ka treguar se janë kryer transaksione të dyshimta që lidhen me abuzimin dhe besimin e publikut dhe autorizimet financiare që janë përdorur në mënyrë të paligjshme. Në kuadër të këtij hetimi janë realizuar bastisje masive ku janë sekuestruar dokumente financiare dhe kontrata të dyshimta. Gazeta Sinjali ka kontaktuar edhe me kompaninë Reforma SHPK, të cilët e mohuan bastisjen. Ata në një përgjigje shkurt thanë: Nuk është e vërtetë. Jo t'i ka bu me i pas informatës se na jemi të punën që këna vazhdo gjithë, për momentin jam të eskëshpunën edhe jam me disa klientë. Në këtë aksion kanë marrë pjesë rreth 400 zyrtar të policisë së Kosovës, të cilët kanë vepruar në koordinim të plotë me prokurorinë. Ky aksion është konsideruar ndër më të mëdhenjt në vitet e fundit dhe ka përfshirë disa qytete të Kosovës, ku edhe janë sekuestruar prova materiale që pritet të analizohen nga hetuesit. Pra, çka po hetohet konkretisht? Hetimet janë përqendruar në disa akuza serioze, përfshirë keqpërdorim të autorizimeve ekonomike, krijimin dhe përdorimin e dokumenteve të rreme dhe transaksione financiare të dyshimta. Hetimet janë ende në fazë aktive dhe mund të sjellin masa shtesë procedurale, përfshirë ndalime të tjera dhe veprime të reja ligjore. Gjersa të arrestuarit kanë mohuar çdo përfshirje në këto veprime.